Spaq 1973, Martirët e Lirisë, një film dokumentar që vendos në qendër historitë të burgosurve politik që u rebeluan kundër komunizmit, do të shfaqet të mërkurën në orën 12 në Kinema Republika në Shkodër. Dëshmi të ralla, rrëfime të mbjetuarve dhe materiale arkivore që rikujtojnë një nga aktet më të guximshme të rezistencës antikomuniste në Shqipëri, janë pjesë e dokumentarit që synon të ruaj kujtesën historike, të nderojë martirët e lirisë dhe të përcjell tek brezat e rinj mesazhin se e vërteta dhe dinjiteti nuk mund të shtypen nga dhuna. Për autorin, Besim Dregjoni, sot më shumë se kur, këto ngjarje duhen përcjell tek brezi i ri, pasi politika shqiptare e të gjitha kampeve nuk është ndarë me të shkuarën. Ne kemi problem me kujtesën kombëtare. Ne kemi problem me mosdënimin e krimeve të komunizmit. Ne kemi problem që klasa politike shqiptare, dy partit në Shqipëri që kanë sundu këtë vend gjatë 35 viteve të pluralizmit politik, kanë përdorur një krim kombëtar, heshtjen ndaj krimeve të komunizmit. Problemi madhor sot është se klasa politike shqiptare flet çdo ditë për marrëdhënie me Amerikën. Amerika, Kongresi Amerikan 10 i ka fut në kurrikulumet të shkollave të mesme krimet e komunizmit. Presidenti Donald Trump me datë 2 nëntor deri me 8 nëntor 2025 shpalli javën antikomuniste, një shtet i demokracisë botërore që s'ka vujt asnjë orë nga komunizmi, është shumë sensibël ndaj viktimave të komunizmit. Vetëm Shqipëri heshtet ndaj krimeve të komunizmit. Të njihen me këtë dokumentar që është një rebelim ndaj atyre që mohojnë kujtesën kombëtare. A ka turp më të madh për këta parti që në 90-ën u shfaqen sikur janë antidiktatoriale dhe nuk flasin asnjë fjalë për krimet e diktaturës. Prandaj besoj që publiku shkodran do ta mirëpresi këtë film dokumentar që ka realitet, ka qëndresë dhe ka humanizëm të madh ndaj atyre që sot ne gëzojmë këtë mini demokraci. Ky film dokumentar është një homazh për të gjithë pjesëmarrësit e atij akti trimërie, veçanërisht për 4 të pushkatuarit, Pal Zefi, Dervish Bejko, Hajri Pashaj dhe Skënder Daja. Ata, si dhe 6.000 të tjerë të pushkatuar politik të regjimit, mbetën të zhdukur, pa varre, pa emra, me eshtrat ende të pagjetura. Kujtesa historike e Shqipërisë do të mbetet e paplot, derisa Spaçi të shndërrohet në një muze të gjallë të përsekutimit, si dëshmi e një prej regjimeve më të egër në Evropë pas luftës së dytë botërore.